Çfarë do të thot data e lindjes për të? Kodi I fshehur I jetës tënde që e ke pasur gjithmonë, por nuk e ke kuptuar plotësisht. Ka diçka të çuditshme në momentin kur lind. Nuk është thjesht një hyrje në këtë botë, është një vul energjie, një kod I padukshëm që të ndjek gjatë gjithë jetës. Data jote e lindjes nuk është rastësi. Ajo është një kombinim numrash që mbart një histori, një drejtim, një potencial, dhe në shumë raste, edhe një paralajmërim. Shumë njerëz e shohin datën e lindjes thjesht si një detaj identifikimi, por në thelb, ajo është një hartë që tregon kush je në thelb, çfarë sfidash do përballosh dhe pse disa gjëra në jetën tënde përsëriten sikur janë të programuara. Sot do hyjmë thellë në këtë koncept, jo sipërfaqësisht, por në një mënyrë që mund të bëjë të shohësh veten ndryshe. Data e lindjes nuk është rastësi. Imagjino për një moment. Miliona njerëz lindin çdo vit, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, por ti ke lindur pikërisht në atë moment. Jo një ditë më herët, jo një ditë më vonë. Se ka dy mënyra për ta parë këtë. Si rastësi biologjike, ose si një sinkronizim I thellë midis teje dhe energjisë së kohës. Në shumë tradita të lashta, besohet se momenti I lindjes përcakton një frekuencë që do ndikojë mënyrën si mendon, ndjen dhe vepron. Kjo nuk do të thotë që je I kufizuar, por që ke një prirje, një drejtim natyral. Dhe këtu hyjnë në lojë numrat. Numrat nuk janë thjesht numra. Në jetën e përditshme, ne I përdorim numrat për të numëruar, për të matur, për të organizuar. Por në thelb, çdo numër ka një karakter. Në interpretimin e datës së lindjes, çdo shifër mbart një energji. 1 fillimi, leadershipi, individualiteti. 2 bashkëpunimi, ndjeshmëria, balanca. 3 shprehja, kreativiteti, komunikimi. 4 struktura, disiplina, stabiliteti. 5 liria, ndryshimi, aventura. 6 përgjegjësia, familja, kujdesi. 7 introspeksioni, spiritualiteti, analiza. 8 fuqia, ambicia, suksesi material. 9 mbyllja, humanizmi, transformimi. Kur këta numra bashkohen në datën tënde të lindjes, ata krijojnë një profil energjik unik. Numri I jetës, kodi yt kryesor. Një nga konceptet më të rëndësishme që del nga data e lindjes është ai që quhet shpesh numri I jetës. Ky numër del duke mbledhur të gjitha shifrat e datës së lindjes, derisa të mbetet një numër I vetëm. Për shembull, nëse dikush ka lindur më 14/07/1995, 1+4+0+7+1+9+9+5 3+6=9. Numri I jetës në këtë rast është 9. Ky numër përfaqëson mënyrën si e sheh jetën, sfidat kryesore që do përballosh, misionin tënd në një nivel më të thellë. Por këtu është pjesa interesante. Shumë njerëz jetojnë gjithë jetën pa e kuptuar këtë numër. Dhe për këtë arsye, shpesh ndihen të humbur, sikur diçka nuk përputhet. Se disa gjëra përsëriten në jetën tënde. A ke vënë re ndonjëherë që disa situata përsëriten? Të njëjtat lloj marrëdhëniesh, të njëjtat gabime, të njëjtat pengesa. Nuk është gjithmonë rastësi. Shpesh, këto janë tema që lidhen me numrin tënd të jetës. Janë mësime që duhet të përvetësosh. Dhe derisa ti kuptosh, ato do vazhdojnë të rikthehen. Për shembull, një person me energji të fortë të numrit, një mund të përballet vazhdimisht me situata ku duhet të marrë drejtimin. Një person me energji të numrit 2 mund të përjetojë konflikte në marrëdhënie derisa të mësojë balancën. Një person me energji të numrit 5 mund të ndjejë gjithmonë nevojën për ndryshim, duke luftuar me stabilitetin. Kjo nuk është një dënim, është një udhërfyes. Data e lindjes dhe personaliteti yt I fshehur. Ajo që njerëzit shohin tek ti nuk është gjithmonë ajo që je në thelb. Data e lindjes shpesh tregon një version më të thellë të vetes. Dikush që duket I fortë mund të ketë një ndjeshmëri të fshehur. Dikush që duket I qetë mund të ketë një mendje të mbushur me ide. Dikush që duket I ftohtë mund të ketë frikë nga lëndimi.
Kjo sepse numrat nuk ndikojnë vetëm sjelljen e jashtme, por edhe botën e brendshme. A mund ta ndryshosh fatin tënd? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Nëse data e lindjes ka kaq ndikim, a je i programuar? Përgjigjja është jo plotësisht. Data jote e lindjes është si një hartë, por ti je ai që zgjedh rrugën. Ajo të tregon ku ke prirje të shkosh, ku mund të hasësh vështirësi, ku ke potencial më të madh, por nuk të detyron. Dy njerëz me të njëjtën datë lindjeje mund të kenë jetë krejtësisht të ndryshme, sepse zgjedhjet e tyre janë të ndryshme. Se është e rëndësishme ta kuptosh këtë, sepse kur fillon të kuptosh kodin tënd, ndalon së fajsuari veten për gjëra që nuk i kuptoje më parë. Fillon të marrësh vendime më të qarta. Kupton pse tërhiqesh nga disa njerëz dhe situata. Dhe mbi të gjitha fillon të jetosh me më shumë vetëdije. Dhe kjo është fuqia e vërtetë. Çfarë do të thot data e lindjes për të? Zbërthimi i kodit tënd personal dhe si ta përdorësh për të ndryshuar drejtimin e jetës. Në pjesën e parë folëm për idenë që data e lindjes është një kod. Tani është momenti të hyjmë më thellë, sepse këtu fillon e vërteta që shumë njerëz e shmangin. Kur e kupton veten, nuk ke më justifikime. Numri yt i jetës nuk është thjesht një përshkrim, është një pasqyrë. Dhe jo gjithmonë të tregon atë që dëshiron të shohësh, por atë që duhet të përballesh. Numri 1, lideri i lindur. Nëse numri yt është 1, ti je krijuar për të hapur rrugë. Nuk je bërë për të ndjekur turmën. Por kjo vjen me një çmim. Vetmia, presioni, përgjegjësia. Sfidat e tua. Frika nga dështimi që e fsheh pas vetbesimit. Tendenca për të kontrolluar gjithçka. Vështirësia për të kërkuar ndihmë. Fuqia jote. Vendimarrja. Guximi për të filluar nga zero. Pavarësia. Mësimi yt. Të udhëheqësh pa humbur lidhjen me të tjerët. Numri 2, ndërtuesi i lidhjeve. Ti je ai që bashkon njerëzit. Ku të tjerët shohin konflikt, ti sheh mundësi për harmoni, por shpesh haron veten duke u fokusuar tek të tjerët. Sfidat. Varësia emocionale. Frika nga refuzimi. Vendimarrja e dobët. Fuqia. Empatia. Diplomacia. Aftësia për të ndërtuar marrëdhënie të forta. Mësimi. Të vendosësh kufi pa humbur butësinë. Numri 3, shpirti krijues. Ti je energji, ide, shprehje. Kur je në elementin tënd, ndriçon çdo ambient, por shpesh shpërqendrohesh dhe nuk e çon deri në fund atë që nis. Sfidat. Mungesa e fokusit. Frika nga kritika. Sipërfaqësia në disa raste. Fuqia. Kreativiteti. Komunikimi. Karizma. Mësimi. Disiplina është qelësi i potencialit tënd. Numri 4, ndërtuesi i realitetit. Ti je struktura. Je ai që ndërton bazat që të tjerët i përdorin, por ndonjëherë bëhesh shumë rigid, shumë i lidhur me rregullat. Sfidat. Frika nga ndryshimi. Mendimi i ngurtë. Punë pa fund pa kënaqësi. Fuqia. Disiplina. Besueshmëria. Këmbëngulja. Mësimi. Jeta nuk është vetëm punë, është edhe përjetim. Numri 5, shpirti i lirë. Ti je ndryshim. Nuk mund të qëndrosh gjatë në një vend, në një ide, në një rutinë. Por kjo liri mund të kthehet në kaos nëse nuk kontrollohet. Sfidat. Impulsiviteti. Mungesa e stabilitetit. Aratisja nga përgjegjësia. Fuqia. Adaptimi. Kurioziteti. Guximi për të provuar. Mësimi. Liria kërkon drejtim. Numri 6, kujdestari. Ti je ai që mban të tjerët. Familja, miqt, partneri, të gjithë mbështeten tek ti, por ndonjëherë jep më shumë se ç'duhet. Sfidat. Sakrificë e tepruar. Ndjenja e fajit. Kontrolli emocional i të tjerëve. Fuqia. Dashuria. Përkushtimi. Besnikëria. Mësimi.
nuk mund të shpëtosh të gjithë. Numri 7, kërkuesi i së vërtetës. Ti nuk kënaqesh me sipërfaqen. Do të kuptosh thellë, do të analizosh, do të gjesh kuptimin. Por kjo të bën të tërhiqesh nga bota. Sfidat, izolimi, dyshimi i tepruar, distanca emocionale, fuqia, intuita, mendimi analitik, thellësia shpirtërore, mësimi, ndaje të vërtetën tënde me botën. Numri 8, fuqia dhe suksesi. Ti je i lidhur me ambicien, paran, ndikimin. Ke potencial për të arritur shumë, por rreziku është të humbasësh veten në këtë proces. Sfidat, obsesioni me suksesin, kontrolli, mungesa e balancës, fuqia, leadershipi, strategjia, qëndrueshmëria, mësimi. Suksesi i vërtet përfshin edhe shpirtin. Numri 9, shpirti i vjetër. Ti ndjen më shumë se të tjerët. Ke një lidhje me humanizmin, me ndihmën, me përfundimin e cikleve, por shpesh mbart barë emocionale që nuk të përket. Sfidat, lënia pas dore e vetes, idealizmi i tepruar, vështirësia për të lënë të shkuarën, fuqia, dhembshuria, vizion i gjerë, transformimi, mësimi, ndihmo të tjerët pa u humbur veten. E vërteta që shumë nuk duan ta dëgjojnë. Data jote e lindjes nuk është një justifikim. Nuk është për të thënë, jam kështu sepse kam këtë numër. Është për të thënë, këto janë prirjet e mia dhe unë zgjedh si t'i përdor. Sepse në fund, numrat të tregojnë drejtimin, por zgjedhjet e tua krijojnë jetën. Si ta përdorësh këtë në jetën reale? Mos e lër këtë si informacion interesant. Përdore kur merr vendime të rëndësishme, kur nuk kupton pse diçka nuk funksionon, kur ndihesh i humbur, kur do të rritesh, sepse vetëdia është fuqia më e madhe që mund të kesh. Data jote e lindjes është kapitulli i parë i historisë tënde, por jo fundi i saj. Dhe nëse e kupton vërtet këtë, atëherë për herë të parë, ti nuk po jeton rastësisht.